vim të ana tjetër e medaljes, që është shenjit e gje, por nëzitem edhe më tej për të thënë që dyshimet për standarde dyfisht, Meta në Burg, Berisha në gjyq. Pra, Ilir Meta kërkon tani zvendësim të masës. Ç'është kërkesa dhe ku e bazon mbrojtja e Metës këtë kërkesë, zonja Lala? Kjo është hera e parë që zoti Meta, nëse jam e qartë, se s'dua të gaboj, që bën kërkesë për zvendësim masë e sigurie, zoti Meta është marrë zyrtarisht i pandeu nga ana e prokurorisë posaçme, bashkë me ish-bashkëshorten e tij, deputeten e Partisë Lirisë, zonjën Monika Kryemadhi. Unë e kam raportuar në fakt dhe më herët, me sa duket, ose të paktën kështu e kam kuptuar unë procedurialisht, duke qenë se një nga veprat për cilat akuzohet zoti Meta ishte në prag të parashkrimit, kjo kam përshtypjen në një farë mënyrë i nxitoi dhe prokurorët që të komunikonin cilësinë e tij si i pandehur. Avokati i tij Kujtim Cakrani, që është një avokat i hyrishtas në çështje, sepse më herët zoti Meta është mbrojtur nga avokat Genz Gjokutaj, unë e kam disponuar kërkesën që ai ka paraqitur përpara gjykatës së posaçme, ndër të tjera përdor dy argumenta. Argumenti i parë thotë që gjatë qëndrimit 8 mujor në paraburgim, zoti Meta, ose më saktë prokuroria e posaçme duhet ta kishte informuar gjykatën për veprimet e kryera në të paktën 4 seanca, pra ata që konsiderohen si seancat informuese 2 mujore, gjë cilën nuk e ka bërë, dhe zoti Cakrani, bazuar në kodin e procedurës penale dhe në kodin penal, e konsideron këtë shkelje dhe sipas tij e lexon si një mungesë provash dhe faktesh ndaj zotit Meta. Dhe momenti i dytë, ja kam vënë dispozicion edhe stafit tuaj, po për qenë korrekte se si arsyeton ai seancën, ose më saktë kërkesën, sepse pastaj seanca varet se si do të shkojë, ka të bëjë pikërisht me faktin që thotë përveç se zoti Meta e ka prezumuar si një shkelje e të drejtave të tij dhe që nuk ka pasur të dhëna, ai thotë edhe një moment tjetër që është pjesa e dytë. Gjatë periudhës 8 mujore të hetimit dhe qëndrimit të masë shtërngues të arrestit me burg, kërkuesi shteti Ilir Meta ka qenë dispozicion, thot avokati, të organit të akuzës, ka pritur qetësisht pyetje dhe të jepte shpjegime rreth hetimeve, por edhe për të kryer qoftë edhe ballafaqime në funksion të zbardhjes së ngjarjeve që organi i akuzës i cilëson si kriminale. Por thot, nga ana e organit të akuzës, për gjatë këtyre muajve pretendon avokati nuk ka patur asnjë veprim që ka ngre dyshime sipas tij që arrestimi ka patur prapavi politike. Kështu që duke qenë se dua të shkoj tek pika konkrete, ndalet më pas tek disa raste të ngjashme, siç është rasti i zotit Thomal Gëllçi, është përdorur vendimi i Strasburgut për këtë arsye, domethënë si argument shtesë, kërkon shuarjen e masës së sigurisë ose në alternativë zëvendësimin e masës së sigurisë për ish-presidentin e Republikës, zoti Ilir Meta, sepse thotë që në praktikën gjyqësore për të mbajtur në paraburgim një nga liderësit që konsideron ai të opozitës, pra numri 2 opozitës sipas zotit Cakrani, duhet të shikohet pra të zëvendësohet masa e sigurisë. Pra në dy momentet, një që zoti Meta nuk i është shmangur hetimit dhe 2 që prokuroria ka gabuar duke mos e informuar gjykatën sipas procedurës për gjatë 4 seancave, gjë cilën sipas tij thotë që nuk e justifikojnë më qëndrimin e zotit Metaj në paraburgim. Do duhet presim se çfarë do të ndodhë në rastin konkret. Jo ndonjë gjë e çuditshme. Pa gjasa tani si mendoni që të lirohet Ilir Meta? Kjo shtyrje pa fund e hetimit njerë, duke mbajtur në arrest në burg, është shumë paragjykuse për procesin rreth para. Do të thënë, e ke futur ke një vit në burg, pas një viti thua prit se s'kam prova të mjaftueshme, do jetoj edhe një çik tani që të gjej edhe provat të mjaftueshme, pastaj do të shkojnë në gjykat. E shton edhe ca muaj. Po mirë, këto muajt edhe vitet e burgut që ky bën a priori, kur si bëhet nëse deri pa fajshëm? T'japin lekë. Ose gjykat, ose prokurori ka vendosur që ky do shpallet i fajshëm. S'ka nevojë për para në këtë rast. Do të shpallet fajshëm këtë se kështu ka vendosur prokurori dhe ai është i sigurt që do të dënohet, ose ne do paguajmë pastaj për dëshpërblim për muajt e vitet e burgut të kujdo, mos jo vetëm të Ilir Metës. Kështu që kjo është të paragjykosh për vendimin e gjykatës. Që gjykata do marrë vendim për ta dënuar
Dhe ata po e mbajnë tani sepse e dinë do dënohet dhe nuk ka problem fare se shtyhen afatet. Ndryshe nuk ka asnjë arsye pse të mos e ndjekësh në gjendje të lirë ose në masa të tjera të më të lehta. Pre që ti që kupton nga kjo se... Nga kjo, to e këtë gjë që unë kam këtë pikë Çka do të kuptosh këtu? para burgimi i zgjatur, do më thënë ngre pikpyetje Ngre për hetimin gjithmonë. Ka afate. Ne kemi rastin skandaloz të Hashim Thaqit me gjithë këta luftarët UÇK-s që mbahen Pa kuptim në burg fare. pa vendim gjykate, do të thonë të mbash njerëzit në burg pa vendim gjykate është Presidenti duhet të ketë një lartë i Amerikës që thua ti, dakord. nga ky u fut në burg këta që Duhet shkret dhe ketë- tani ai tha unë zgjidha problemin e Kosovës. Duhet ketë arsye shumë të forta që të mbahen në gjendje para burgimi, mendimi im, njerëzit që arrestohen. Për shembull, krimin flagrant, patjetër që do mbash, domethënë, ose kur ka dyshime të forta dhe të bazuara se personi mund të prish hetimet, patjetër që do mbash. Po, sigurisht. Ose mund të influencojë dëshmitarët e tjerë që është argumenti në fakt që përdoren për Hashim Thaqin për shtetprudha, mund ta mbash, por kështu që e marrim një herë, pastaj të gjejmë provat, kjo është cinike, është cinike për mendimin tim. E mbambu 4 vjet Është cinike. Unë them që kjo gjë duhet riparohet. Masa arrestit me burg duhet përdoret vetëm për raste shumë të përligjur. Nuk ka anësi statura e politikanit që më përfshihet në këtë lloj hetimi. Ai kur se në fund të herës do flas gjykata, nuk duhet shqetësohet kush se nuk do gjykohet vepra penale e hetuar ose akuza hetuar. Se në fund është gjykata, drejtësinë e bën gjykata, gjitha të tjerat janë para gjykatë. Edhe vetë spaku, edhe vetë hetimi, nuk është drejtësi. Akoma. Në drejtësi bën vetëm gjykata, ajo është pala e tretë. Nga kjo pikpamje unë them që këtu kërcet diçka. Më thënë, unë jam një mbështetës i spakut, ju e dini vazhdimisht, por sigurisht që kur shikoj raste të tilla që kërkohet shtyrje e afatit të hetimeve kur e ke pas gjithkohën aty, kjo kërkon një argumentim shumë të fortë. Nuk mund të bëhet me një tërën të kalemi, si me thënë. Dhe ato prokurorë që nuk arrin të zbatojnë, si me thënë, afatet e hetimit, sigurisht që ato marrë një notë jo kaluese në profesionin e tyre, në punën e tyre. Gjykat, paktën. Qartë. Që për te këtyre argumenteve populiste që politikanët në burg, të shojmë atje në burg, e tjera, tash edhe në këtë rast, ne e dim shumë mirë se u bëm tash specialist kësaj historie me këto 3-4 vitet që shohim politikanët para dyreve drejtësisë. Domethënë Ilir Meta që të rinë në burg do duhet të ketë plan të arratiset. Do dojë të arratiset Ilir Meta? Unë besoj se jo. Tjetra do duhet të intimidoj dëshmitarët apo të prish provat. Ka gjasa ta bëj këtë gjë, ndoshta ka. Por kjo është një argument. I tjetri është që do dhe argumenti i tretë është që do e përsërisë prapë njëjtën vepër penale. Ka mundësi ta përsërisë prapë njëjtën vepër penale? S'ka pushtet. Pra duhet i kesh këto 3 argumente bashkë njëri me tjetrin, të lidhura bashkë, që ta mbash tjetrin në burg. Dhe dyta ka rëndën, sepse pasi viti në burg, dëshmitarët janë pyetur. Po duhet i plotësosh të 3 kriteret bashkë, pra të lidhen këto me njëri tjetrin, të jenë të 3 të forta, që ti ta mbash tjetrin në burg, se po e mban në burg. Edhe njërin plotësonte, dakord, po tani iku në burg. Asnjëri nga këto pra. Nëse për shumë flasim për çështjen e kësaj të Çezit, si e ka Çez Dias, po. Çez Dias. Nëse flasim për atë zotrin që ishte në burg, që dori nga burgu, nëse kishe frikë se Meta i bënte presion dëshmitarit, spaku mund ta kishte 100 herë prokurori atë, BKE-ja, ta kishin pyetur, ta kishin një vit, ka kohë për të gjitha. Okej, kjo. Kesa për lirimet. Pra, se ka bërë tani, çfarë do bëj? Do bëj këto muaj që mbet. Sa mund të vazhdoj? Është rrugë gjatë, sepse në tetor pritet të përfundojnë hetime, dërgimi në gjyq, seanca paraprake. Shumë e gjatë, sepse në këto raste, domethënë, ne ndoqim këtë procedurë me zoti Berisha, pra kemi ardhur deri te ky momenti që duhet nisë seanca e parë në fund qershorit, por duke qenë se ai është një gjyq i hapur, ai mund zgjas dhe me vite. Si me vite? Po me vite, pra sepse do kërkohen të realizohen provat, merren dëshmitarët. Po, edhe i zotit Meta mund të njekë njëjtën procedurë. Pra të kërkojë gjyqtari para prag të vendosë dhe çojë për gjykim apo jo, zoti Meta të kërkojë një proces të hapur, pra që të gjithë të gjojnë. Po thua që doktori mund të jetë gjithë jetën në gjyq. Po pak a shumë siç po ndodh. Zoti Mediu ka një 2 vjet që është atje në SPAK në proces.
me diu. Sepse është gjyqi i hapur. Me diu vazhdon, ëh? Po. Ka një gjithmonë, ka një tak, Me diu nga gjyqin Amerikë, nga Amerikan gjyqin. Vazhdon. sepse drejtësia... Tako botën e madhe ande, hajde në gjyq këtu. Tako botën, hajde në gjyq këtu. Jo, drejtësia ka këtë specifikë, se ka 3 shkallë, nuk ka asë një pushtet tjetër që të filtrohet ka shumë. Se pastaj, se dim sa shkon e 2 dhe 3. Dhe shkon 1, 2, 3 dhe mirë, se me kështu është ndërtu drejtësia, nuk duhet qatë kush nga drejtësia. Qartë. Sepse o bën nxjerrë vërtet e Por është e drejtë presë. Jo, po them, në gjithë të shkallë, dhe më thënë, nuk mund të kaloj një gjë që është e pakalueshme. Dhe këte e ka, por ndodhë edhe në Francë, për shumë, Sarkozy ka marrë shumë vite, është dënuar më në fund, po ka marrë shumë vite. Sa mori Sarkozy? Përdorin strategji... Po nuk rinte në burg, nuk ishte në burg. Ja, është e. Nuk është në burg, për dënu, se... Dhe këta mund të vazhdojnë Pas dënimit. I kanë Pas dënimit, që i kanë vunë... Edhe këta jashtë vazhdojnë sa duash, kamerë dhe... Nuk e pritin në burg. Vendi, po këtë pra po themi, ne këtë po diskutojmë.